الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Ate falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të adhurimeve të shumta, në këtë muaj të adhurimeve të ndryshme, ku secili prej nesh mundohet që të adhuron Allahun Azza wa Jall, mundohet që të realizon adhurimet e tij me shpresë që me ato adhurime të ngritet, të afrohet tek Allahu Azza wa Jall. Ndërsa ne e lutim Allahun Azza wa Jall që gjitha adhurimet që jemi duke u munduar të realizojmë gjatë këtij muaji të bekuar, Allahu ibadetet tona të na i pranon. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se agjerimi nuk është thjesht një dietë, nuk është thjesht një qëndrim, një kohë e caktuar vetëm pa bukë edhe pa ujë për të kaluar dhe për të arritur në fund që ne të ngranim edhe të pimë. Agjerimi është një shkollë në vete. Agjerimi është një medrese në vete, nga e cila besimtari merr mësime të shumta, nga e cila besimtari merr dobi të shumta. Agjerimi neve është duke na mësuar se si ne ta ruajmë sinqeritetin, si të jemi ne sa më të sinqert ndaj Allahut Azza wa Jall. Na mëson që ne të largohemi nga syefaqësia, mos t'i bëjmë gjërat, mos t'i bëjmë punët, mos t'i bëjmë veprat për syefaqe, për syt e njerëzve, për fjalët e njerëzve, për lavdratat e njerëzve. Veprat tona, ibadetet tona të jenë vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, ashtu siç është agjerimi jon. Të gjithë ne agjerojmë, elhamdulillah. Mirë, po kur jemi vetëm, kur jemi në dhomë të vetmuar, kur jemi në punë të vetmuar, kur jemi në zyrë të vetmuar, kur jemi në vetur të vetmuar, kur jemi dikun që nuk na sheh askush pos Allahut Azza wa Jall, dikush prej neve a e prish agjerimin? Në momentin që nuk të sheh askush dhe ti e ki mundësin para vetes, a je në gjendje me ngran? Jo. A je në gjendje me pi? Jo. Për çfarë arsye? Për arsye se ki bindje që ti të sheh Allahu Azza wa Jall, edhe nëse nuk të sheh askush prej njerëzve. Agjerimi na mëson që ne në gjitha veprat, në gjitha ibadetet të kemi këtë bindje se neve na sheh Allahu Azza wa Jall, edhe në namazin ton, edhe në agjerimin ton, edhe në sadakan ton, edhe në dhikrin ton, edhe në leximin e Kur'anit, edhe ndaj të mirave tjera kemi bindje që na sheh Allahu, po edhe ndaj gjunaheve kemi bindje që na sheh Allahu. Andaj agjerimi ja jep besimtarit këtë mësim që në jetën e tij të jetë sa më i sinqert dhe sa më larg syefaqësisë. Gjithashtu
Agjërimi na tregon neve, kjo medrese e madhe, na jep fryte, na jep mësime, na jep dobi, na mëson të gjithëve se ne mundemi. Agjërimi është duke na treguar se ne mundemi. Ne mundemi edhe ma shumë. Ne jemi ata që ndoshta jashtë Ramazanit, ndoshta jashtë agjërimit themi nuk mundemi. Mirë po në Ramazan e shofim fuqin tonë reale, që ne në realitet mundemi. Ne mundemi të ngritemi dhe të falim namazin e sabahut gjatë gjithë vitit, ashtu si që ngritemi në syfyr gjatë muajt Ramazan. Ne mund të falemi gjatë gjithë vitit, ashtu si që falemi në Ramazan. Bile, në Ramazan falim edhe namaznate, falim teravi, falim nafile. Kjo të regon që ne mundemi. Ne jemi ata që mundemi të qëndrojmë agjërueshëm 10 orë, 12 orë, 13 orë për kënd, vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Kur ne e kemi ba një jetë, kur ne kemi vendosur qëllimin e pastër për hir të Allahut që ne do të agjërojmë, ne mundemi, a nuk jemi ne ata që mundemi edhe të falemi dhe të falim namazin nga 5 apo 10 minuta, ai i cili qëndron pa ngran dhe pa pi, ai don që të tregon, o Zot, ja Rab, nëse ti thua që unë ta la edhe bukën, do ta la atë. Nëse ti thua që unë ta la edhe ujin, do ta la atë. Nëse ti thua që unë nuk lejohet me ngran, me pi asgjë 10 orë, 13 orë, 15 orë, sado që thua ti o Zot, deri në kohën që ti e ke caktuar, unë do t'i la të gjitha për ty ja Rab. Ti e ai i cili mundesh. A nuk je ti njëjti që mundesh me fal namazin, i cili të merë shumë më pak orë, shumë më pak kohë? A nuk jemi ne të njëjtit të cilët mundemi? Ne mundemi, vetëm kërkohet prej neve njeti, vetëm kërkohet prej neve vendosmëria, ashtu si që jam duke agjëruar me njetë, me qëllim të pastër, ashtu më duhet një vendosmëri, sidomos në Ramazan, që une prej këti Ramazani nuk do të la namazin. Prej kësaj gjumaje unë nuk do të la i kindin, nuk do të la kshamin edhe jasin, dhe do t'jem në radhët e atyre të cilët falen, do t'jem nga anë e djathtë, do t'jem në rrugën e xhenetit, balma, jo në atë rrugën e atyre të cilët i thonë Allahut jo, kur ai thot hayya ala salah, ata të cilët i thonë Allahut jo, kur ai thot hayya ala falah, ata të cilët i thonë Allahut jo 5 herë në ditë, dhe në fund mashtrohem me vetveten se ne edhe kështu mundemi, ne edhe kështu jemi të mirë, duke thyer urdhrin e Zotit Allahut Azza wa Jall 5 herë në ditë. Me agjërimin ton ne mësojmë se ne mundemi edhe ma shumë, ne mund të jemi më të mirë, ne mund të jemi më të devotshëm, ne mund të qëndrojmë më mirë, më pastër, në rregull, në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu agjërimi na mëson, gjithashtu agjërimi na edukon që ne të qëndrojmë larg fjalëve të ndyta, larg shprehjeve banale, larg muhabeteve të kota, larg gibetit, përgojimit, bartjes së fjalëve, shpifjeve, nënçmimeve, ofendimeve, nga se gjuha e besimtarit, kjo gjuhë sot, kjo era agjëruesit sot, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, era e gojës së agjëruesit është më e dashur te Allahu Azza wa Jall se era e miskut. Kjo gojë, kjo gjuhë nuk guzon që në agjërim, në Ramazan të merret me gibet, të merret me nënçmime, me ofendime, me sharje, me gjëra të kota. Agjërimi gradualisht na edukon, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Men lam yada qawl az-zur wal amal bih", ai i cili nuk e lën
fjalën e rrejshme, nuk i lën gënjeshtrat, nuk i lën ofendimet, nuk i lën shpifjet, nuk i lën fjalët e kota dhe veprat e tilla. Felejse lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba. Allahu nuk ka nevojë që ky njeri ta lën ushqimin edhe pijen. Nëse nuk i lën gjunahet, nuk ka nevojë që t'i lën edhe ushqimin edhe pijen. Agjërimi gradualisht na edukon neve që të largohemi nga një sjellje e cila nuk është e besimtarit. E keni parasysh rastin e një gruaje për të cilën u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulallah, është një grua, falet shumë, agjeron shumë, mirë po, fqinjet e saj nuk janë rahat. Ajo grua falet, ajo grua agjeron, mirë po, të njëjtën kohë bart fjalët për fqinjt e saj, i merr në përgoj fqinjt e saj, ndoshta shpif për njerëzit për rreth saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ajo grua është në zjarr të xhehenemit. Agjërimi duhet të na edukon, namazi duhet të na edukon, xhamia duhet të na edukon, islami duhet të na edukon. Gjitha ibadetet që i bëjmë nuk duhet të jenë thjesht vetëm një praktik, një rutinë në të cilën ne jemi me vite. Janë ibadete të zemrës, të shpirtit, frytet e të cilave duhet të dalin në pamjen tonë, në sjelljen tonë. Pastaj than: ja Rasulallah, është një grua tjetër, nuk agjeron shumë, nuk agjeron ndoshta nafile, nuk fal shumë, nuk fal ndoshta nafile, mirë po, i ndihmon njerëzit për rreth saj, i ndihmon fqinjet e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ajo është në xhennet. Kur ibadetet tona i nxjerrin frytet e tyre. Gjithashtu agjerimi na mëson, agjerimi na tregon që ne vetëm të bashkuar mund të jemi të suksesshëm. Agjerimi sa më afër njerëzit njëri tjetrit, të gjithë së bashku agjerojnë, të gjithë nuk hajnë, të gjithë nuk pinë, të gjithë e fillojnë Ramazanin, të gjithë në fund përfundojnë me Bajramin. Të gjitha këto janë që neve të na bëjnë sa më afër si musliman, sa më bashk si musliman. Këtë rol e luan edhe namazi i xumaz që ne të bashkohemi, edhe namazet tjera që ne të afrohemi, edhe muaj Ramazanit që ne të afrohemi, edhe haxhi që ne të bashkohemi. Muslimanët sa më afër njëri tjetrit, sa më të bashkuar, ka mundësi që të kenë suksesin në jetën e tyre. Sa më të përqar do të jenë më të dobët dhe do të mbeten mbrapa në shumë gjëra, qoftë të dunjas apo të fesë Allahut azza wa jall. Pra agjerimi është një medrese në vete, është një shkollë në vete, nxënësit e të cilës janë të gjithë agjeruesit. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na banë që nga ky Ramazan, nga ky agjerim, ne të marrim mësime, e të marrim dobi, e të marrim shpërblime. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu agjerimin ton të na pranon, namazin ton Allahu të na pranon, lutjet tona Allahu të na pranon, zekatin, sadakat tona Allahu të na pranon, gjitha ibadetet Allahu të na pranon, gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.